billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Lavdi, falënderimi dhe adhurimi i takojnë Allahut, krijuesit absolut të gjithësisë. Dhe vetëm atij i mbështetemi dhe vetëm prej tij kërkojmë faljen e mëkateve tona, mbulimin e tmetave tona, si dhe pranimin e veprave tona. Dërkaq salavatet, selamet dhe përshëndetjet më të përzemërta dhe më të sinqerta çdo herë dhe pa ndërprerje ja adresojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjithësi. Besimtarë të nderuar, sikur se e dini, jemi duke e trajtuar jetëshkrimin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, periudhë pas periudhe, etapë pas etape, sekuencë pas sekuencë, normalisht duke i përzgjedhur gjërat më të nevojshme për t'u ditur dhe duke u munduar që t'i nxjerrim mesazhet më të rëndësishme në mënyrë që t'i aplikojmë në jetën tona. Nga se mësimi i jetëshkrimit të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam zë vend të rëndësishëm në jetën e sahabëve dhe rrjedhimisht duhet zë vend të rëndësishëm edhe në jetën tona. Javën e kaluar kemi folur për atë se si sahabët e nderuar janë sprovuar, janë torturuar në mënyra më mizore të mundshme. Dhe janë munduar që përmes trajtimit të dy figurave kyçe në këtë drejtim, siç ka qenë Ebu Bekri radhiyallahu anhu dhe Bilali radhiyallahu anhu, të shpërfaq vuajtjet, torturat dhe mundimet që i kanë përjetuar sahabët e nderuar në rrugën e Allahut Madhërisëm. Për atë se ata e pranuan Islamin për fe, e pranuan Muhammed Mustafan për pejgamber të Zotit sallallahu alaihi wasallam dhe filluan që të thrisnin për në rrugën e Allahut Madhërisëm publikisht. Kjo e provokoi shumë situatën në Mekë, saqë secila kabile, secili fis i nxorri antarët e kabileve tyre që e kishin pranuar Islamin dhe i torturonin ata. Shumicën prej tyre i torturonin në publik, në mejdan, në mënyrë që të tjerët merrnin mësim dhe të mos binin prej sipas tyre e thirrjes së Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam dhe të mos e pranonin Islamin. Dhe në anën tjetër, ata që tani më e kishin pranuar Islamin të zbrapseshin, të tërhiqeshin nga ky besim, duke menduar se përmes forcës, përmes luftës, përmes presionit, dhunës fizike dhe psiqike, ata mund të zbrapsin muslimanët nga ky besim. Por realisht kjo vetëm se i forconte ata, i fuqizonte ata, andaj kemi folur për qëndrueshmërinë e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu si khatibi i parë apo ligjëruesi i parë prej sahabëve, kur ka dalë publikisht në Qabe dhe ka thirrë për besimin në një Zot, besimin në Allahun e Madhërisëm si Zot i vërtet, për pasimin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam si pejgamberi i Allahut dhe si vule pejgamberisë. Dhe aty pastaj gjithë ata që ishin rreth Qabës ju vërsulën, e sulmuan, e rrahën aq keq saqë nuk i njihej fytyra nga dëmi i madh që e kishin shkaktuar atij. Edhe Bilali gjithashtu. Dhe kemi thënë se do të mundohem të flas edhe për disa figura femërore, nga se historia islame nuk karakterizohet vetëm me sakrifica meshkujsh, burrash, por edhe me sakrifica të jashtëzakonshme edhe femrash. Kjo në njëra anë tregon se feja islame kur nuk e nënshmon gjininë femërore, përkundrazi e vlerëson jashtëzakonisht shumë. Edhe çdo kontribut tyre e vlerëson. Prandaj historia islame është e stërmbushur me figura jashtëzakonisht madhështore të gjinisë femërore që kanë dhënë kontribut të mrekullueshëm për përqimin e mesazhit të Allahut Madhërisëm, për mbrojtjen e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam e kështu me radhë. Dhe këto figura unë do t'i përmend vetëm dy. E para prej tyre është një figurë që askush prej jush nuk e njihni. Jam i bindur që nuk e njihni. Por e njeh Allahu i Madhërisëm. E njeh historia islame. E kanë njohur sahabët më të shquar. Ky personazh është Zinira ar-Rumije. Ka qenë një femër, e ka pas emrin Zinira dhe ka qenë me preardhje romake. Robresh e fisit Beni Makhzum, fisit e Abu Jehlit.
Kjo ka qenë për të parave që ka pranu Islamin. Dhe ka qenë për atyre që Ebu Bekri e ka liru. Në javën e kaluar kemi përmend se Ebu Bekri shquhej me blerjen e robërve dhe me lirimin e tyre. Pra u jep të lirin. Si një prej kontribut dhënësve më të mëdhenj të asgjësimit dhe të qërënjosjes së tërësishme të skllavërisë. Krahas Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kjo grua fisnike, apo faktikisht që ka qenë vajzë e re, ka qenë aq e devotshme sa që nga momenti që e ka pranuar Islamin, nuk ka heq dorë prej Islamit. Kur kanë marrë vesh kabilja e saj, që kanë qenë pronarët e saj, në veçanti Ebu Xehli, nuk kanë lënë torturë pa ja bë, vetëm e vetëm që ato me bind, me u kthy në fenë e idhujtarisë, edhe me braktisë Islamin. Por ajo nuk ka heq dorë. Dhe ka qenë besimtare jashtëzakonisht e fuqishme. Paramendoj një grua, ajo në natyrën e saj vetëm se është e brisht, është e dobët për nga aspekti fizik. E si është fjala kur statusi i saj ka qenë robresh, e pa mbrojtur, e varfër, e nevojshme për rrethin e saj, e pa fuqishme, për pos kësaj, e kanë rraf, tepër shumë. Vetë Ebu Xehli e ka marrë përsipër që ata me rraf çdo ditë, në mënyrë që ajo me braktis Islamin, edhe ajo nuk ka heq dorë për Islamin. Sa që një ditë prej ditësh, i vinë disa prej mushrikëve të Mekës edhe dëshirojnë me i bë ngarkesë psikologjike, edhe i thonë, a din ti se feja jote që ti e ke pranu, nuk është feja e vërtet, po hiq dorë e ktheju Latit edhe Uzas. Lati dhe Uzaja kanë qenë prej idhujve që ata i kanë kriju vetë dhe i kanë besu ata për Zotën. Edhe e sprovon Allahu i Madhrishëm, se ajo nuk heq dorë për Islamit, e sprovon Allahu i Madhrishëm i hum shikimi asaj, verbohet. Një transmetim tregon se për shkak të dhunës madhe që ja kanë shkaktu, ata i kanë urdhnu fëmijët e tyne, të fisit tyne, me shku edhe me nënçmu, me bë azab edhe ndër ndëshkimeve që ja kanë bë apo dhunës që ja kanë bë, me duart e tyre të pista, ja kanë prek fytyrën sa që ja kanë infektu syt. Po një transmetim tjetër tregon se natyrshëm është verbu. Edhe i kanë shfryzuar rastin, i kanë thonë, a peshe, ja ke kthy shpinën Latit edhe Uzas, ata të kanë ndëshku ty edhe ti kanë verbu syt. Shikone bindjen në Zotin e Madhrishëm, po flasim për fillimin e Islamit, që akoma nuk kanë pas diturit mjaftueshme sahabët e nderuar. Mirë, po kanë pas bindje të thellë në Allahun për Zot, në Muhammed Mustafan sallallahu alaihi wasallam për pejgamberin e Zotit. Edhe i kanë thonë, ja që ka të ndodhi ty që e braktise fenë të parëve tu, ja ktheve shpinën Latit Uzas, ta morën shikimin. Përgjigjja e saj ka qenë madhështore dhe është fut në historinë islame. Ka thonë, Lati dhe Uzaja nuk i njohin, as nuk e din kush po ja adhuron ata. Pra, si ka mundësi guri dhe druni që ju i keni kriju edhe ju keni dhënë emra, me ditë se kush i adhuron ata. Pra, a jeni në mendje që jeni të bë, edhe ka vazhdu, edhe ka thonë, hadha min as-sama, kjo që më ka ndodhur mua është prej qiellit, pra është sprovë nga Zoti i Madhrishëm. O Rabbi qadirun ala an yurda basari. E Allahu është i plot fuqishëm për me rikthy mua shikimin. Të nesërmen, me lejen e Allahut të Madhrishëm, ajo gdhihet e shëruar nga syt. Totalisht. E ka shëruar Allahu i Madhrishëm. Si rezultat i bindjes saj në Allahun e plot fuqishëm. Shikoni, Allahu e ka sprovu. Allahu në kulmin e devotshmërisë sprovon më shumë ti. Në kulmin e devotshmërisë kësaj gruaje fisnike, Allahu e ka sprovu, i kanë ardhur ata dhe i kanë cyt në fe. Nuk ka qenë lehtë me ta marrë shikimin Allahu i Madhrishëm me të sprovuar shikim, është shumë sproverant. Edhe ka ndodhur menjëherë pas presionit që ata ja kanë bë, pas dhunës fizike e psikologjike që ja kanë ushtruar asaj. Edhe ajo as që ka menduar dy herë, s'ka thonë pse më ndodhi mua kjo. A thu vallë për shkak që unë pranova Islamin, merr ndëshkim. A thu vallë kështu apo ashtu, me bindje të thellë ka thonë, o Rabbi qadirun ala an yurda basari. Allahu është i plot fuqishëm mua me këtë shikimin. Me bindje të tillë Allahu i Madhrishëm nuk lejon që bindja e fuqishme, e thellë dhe e sinqertë e një besimtari me u kthy mbrapsht pa rezultate pozitive. Se ka kthyer Allahu duan shkret. Të nesërmen është gdhi e shëruar plotësisht prej syve. Edhe a dini çka kanë thonë pastaj mushrikët e Mekës, kur e kanë pasur, kjo ishte mrekulli, kjo ishte keramet. Allahu ju jep keramet besimtarëve të devotshëm, evliave të tij, dashurëve të tij.
Edhe s'kan pas çka me thonë, ka thonë, kjo është magji që e ka bën Muhamedi ndaj teje. S'kan mujt me pranu që Allah është i plot fuqishëm për me bëni gjë të tillë. Ai që ka jetën tonë në dorë, a nuk e ka shikimin edhe dëgjimin tonë në dorë? Ai që e ka kriju robin me kun feyekun, bëhu dhe është bë. A se ka fuqin absolute për me ta kthy ty shikimin? Sa raste në historitë njerëzimit kanë qenë dverbër totalisht, Allahu ka kthy shikimin pas disa viteve. E si është fjala me një rast që ka pa gjatë gjithë jetës, është provu për disa çaste të jetës me mos shikim, edhe Allahu ja ka rikthy shikimin. Allahu është i plot fuqishëm për çdo gjë. Shikone qëndrueshmërinë e kësaj gruaje fisnike. Me sprovë jashtëzakonisht rënd. Neve sot me na ndodh diçka kësaj natyre, si kishim me reagu. Por na ndodhin disa sprova të lehta dhe sikur po dorëzohemi, Allahu na ruaj. Sikur po plagështohemi. E jo rallëherë dhe ndoshta dikush edhe mendon keq për Zotin. Pse ndodhi mua kjo? Çka i bona unë? Unë kërkuj keq si kom bë. Zoti ma mur këtë, ma mur atë. Shiko ai qafiri, atë ajo besimtari. Zoti ja ka dhënë krejt, mu po mi merr Zoti. Kjo qasi nuk është i mirë besimtarit devotshëm. Se Allah besimtarin e devotshëm kur nuk e lë me dështu. Por Allah na sprovon. Në kulmin e devotshmërisë na sprovon më shumti. Dhe kjo është vlerë, sepse ti je kandidat potencial për me qenë për banorëve të xhenetit Firdaus, inshallah taala. E kandidati i fuqishëm, serioz, do të me pas teste serioze, njëjtë sikur se një nxënës që është shumë i mirë, i dalluar në shkollë, ati me i dhon teste të lehta në nënçmon, e ofendon. Ti do të më dhon teste bukur të rëndësishme edhe të vështira. Mirë po, për të janë kualifikim. Ai që i kalon ato teste me sukses shembullor, ai kualifikohet, ai ndihet i privilegjuar, i nderuar, e mos flasim që me pa dorim me pret shpërblimin, ngritjen. Kështu është edhe me besimtarët e Allahut. Shikoni se këto sahabi dhe sahabiate që e kanë mbajt fenë e Allahut në kohën ku ka qenë më vështirë me mbajt. Fillimi i Islamit i ka numëruar musliman në gishta. Çfarë dhune, çfarë represioni, çfarë agresioni ndaj tyre, çfarë poshtrimi, çfarë nënçmimi, edhe nuk kanë heq dorë. Për personazheve tjera që vlen përmendet është edhe Esmaja. Esmaja ka qenë gruaja e Jasirit, nëna e Ammarit, Ammar bin Jasir. Këta familjarisht e kanë pranuar Islamin, për të parëve që e kanë pranuar Islamin. Madje disa për historianëve të historisë islame mendojnë se ka qenë e shtata që e ka pranuar Islamin me renditje, pra nëna e Jasirit. Edhe Ebu Gjehli, me komplet fisin e tij, çaq shumë i ka dhunu këta, sa që i ka qitë mejdan, edhe i ka urdhëruar disa prej skleverëve ti me i ndëshku këta derisa të kthehen në idhujtari. Nuk kanë heq dorë, as baba, as nëna e Ammarit. Derisa Ebu Gjehli irritohet dhe nervozohet tepër, edhe del në mejdan, edhe i sheh ata se skleverit edhe pse kanë qenë të urdhënuar, prapë kanë pas një dozë mëshire sepse kanë qenë sklever sikurse kjo familje. Edhe ju ka ardhur keq se shumë dhunë ju kanë ushtruar atyne. Kur ka pa Ebu Gjehli, ka thonë bere qatë shtiz prej hekuri, e ka marrë, edhe e ka vra nënën e Jasirit, prej poshtë, më falni shprehje, nga organi gjenital, ja ka fut deri sa ka shku për pjeti, ka shku shtiza, e ka vra. Edhe është bërë shahidja e parë në Islam. Prej dhunës madhe që e shkaktu kësaj familje, se ja kanë vra edhe babën edhe nënën Ammarit, ka shku tek pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam. Edhe këta e kanë detyruar, kom përmend edhe më herët, e kanë detyruar me thonë fjalë që janë fjalë kufri, fjalë mohuse. I kanë thonë thuj që Lati, Uzaja, Menati janë zotra. Edhe ky pejdhunës madhe është detyruar me thonë. Thuj që Muhamedi nuk është pejgamber. Edhe ky pejdhunës madhe është detyruar me thonë, mirë po jo me zemër, nuk e ka mohu Islamin me zemër, ka qenë iman li me zemër, por me gojë për shkak të dhunës madhe dhe në këtë rast Allahu e ka lejuar me ajet Kuranit, illa men ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, përpos atij që detyrohet, i imponohet atij pe dhunës madhe që i ushtrohet, e ka jetën rrezik, i lejohet me thonë me fjalë, por jo me zemrën me mohu hakun, me mohu fen. Allahu Muhammed Mustafa në Kur'anin e kështu me radhë. Edhe i ka bërë ndërgjegja shumë, Ammarin dhe ka shku tek pejgamberi Allahu, kanë filluar disa sahabi me fol se s'kan mujt me pranuar çysh Ammarin me fol keq për Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam.
Edhe ju ka thonë, mos folni për Amarin, se Amari pej kokës deri në majet e gishtrinjve ti, është ket iman. Se ka liu kërkuj me fol keq. Edhe kur ka ardhur është janë kuj, ka thonë, ja Rasulallah, më kanë detyru me fol keq. Më kanë detyru me fol fjalë kufri, më kanë detyru me fol keq për ty, ja Rasulallah. I ka thonë pejgamberi Allahut me afadit zemrën, i ka thonë, nëse prapë e bojnë, prapë kështu vepro. Pra nëse prapë vinë dhe dhunojnë, ti prapë çështu fol. Ka dash me ja qetësu zemrën, që në rregull ti ke bën ato që është dashur, se jo krejt kanë mundësi me duru. Nuk kanë qenë krejt Bilala që kanë duru, edhe pse i kanë tërheq zvarr. Edhe pse ja kanë qitë shkëmbin e madh në gjoks, ja kanë thyr brinjt. E kanë rraf për ditë, e ka thonë ahadun ahad, ahadun ahad, s'ka e dorë ka thonë Zoti është një dhe s'ka tjetër. Edhe i ka thonë isbir, Amarit i ka thonë duro Amar. Allahumma ighfir li ali Yasirin wa qad fa'alt. O Allah fale familjen e Yasirit dhe vetëm se i ke fal ata, për shkak të sakrificës madhe që i kanë bërë. Edhe publikisht ka thonë sabran ya ala Yasirin fa inna maw'idakumul janna. Duroni oj familja e Yasirit sepse vendi juaj, takimi juaj, premtimi juaj është xheneti. Pra këto janë dy personazhe që unë i kam përmend vetëm me ju tregu juve se jo vetëm burra në historinë islame kanë kontribuar dhe janë sakrifikuar për me përçu mesazhin e Allahut, edhe mos me dështu në përqimin e këtij mesazhi, po edhe gra fisnike, burnesha, heroina, të papërsëritshme në historinë islame, që e kanë dëshmuar një gjë të tillë. Do t'i përmendim disa raste të tjera javën e ardhshme inshallah taala, në mënyrë që me kuptuar se feja e Allahut don sakrificë e nuk ban me u dorëzu. Jo vetëm se të ka kaplu skamja, e ke lënë muzikën dje, ka kap fuqar Allah që më njëherë pikthesh muzikës, po dorëzohesh. Ja ve burrë, nuk ban kështu. Ka dalë se njerëzit janë vra, janë sakatu, edhe s'kan ik dorë. Ka dalë, mos u dorëzo më njëherë. Je mësu me jetu me kredi, e ke lënë kredin për hir të Zotit. Edhe tash s'po mundesh me jetu me luks. Mos u dorëzo më njëherë me u kthy kredis. Se s'u bën nami, ka dalë se çfarë burra, çfarë burrnesha kanë hek në rrugt të Allahut dhe s'janë dorëzu. Ke lënë diçka për Allah, për hir të Zotit, mos u dorëzo. E ke filluar diçka për Allah, mos e ndërprej. Hec vazhdo. Kështu janë besimtarët e sinqertë. E mos harroni sa më shumë që të ngriteni në iman, të fuqizoheni në iman, aq më tepër keni më sprovu. Ama kjo çfarë do të thotë? Kjo do të thotë se Allahu po ju don shumë, edhe Allahu po ju vlerëson juve si kandidatët më potencial të mundshëm për me fituar xhenetin e Allahut. E xheneti nuk fitohet me lehtësi. Hufatil jannatu bil makari. Xheneti është i rrethuar me vështirësi. Ai që mendon që e fiton xhenetin me lehtësi, pa u sprovu hiç, pa hek në këtë dynjë, ai ka gabim. Bile disa ulema thonë, ai që e ka rrafsh në dynjë, nuk sprovohet, nuk i bëhet vonë për kurrë vetëm se e ka sinjalin për atë dynjë se ku ka me qenë për banorëve të zjarrit. Është një lloj sinjali. E ai që hek në këtë botë, duke qëndruar në rrugën e Allahut madhërisëm, nuk hek dorë prej urdhrave të Zotit. E respekton Allahun para çdo kujt tjetër. Nuk i afrohet haramit, i afrohet halalit, i braktis haramet për hir të Allahut si vepra që më shumë ti Zoti e don. Edhe e aplikon halalin, të lejuarën, ai vetëm se e ka shenjën pe Allahut se është për banorët e xhenetit. Se xheneti e ka çmimin e lartë. Çdo sukses në jetë e ka çmimin e lartë. E çish po mendojnë ana suksesi i hyrjes në xhenet me kohën pas çmim të lartë, është e pamundur mendoni gjë të tillë. Allahu na mundsoft me çempin banorët e xhenetit, na mundsoft mos me u dorëzu, mos me dështu në rrugë Zotit, me qëndru, sa që na vinë sprovat, vetëm ti përkujtojmë pejgamberit të Allahut. Ata janë sprovu më shumë se na, a mos janë dorëzu. Bile kanë mbet model për me u trasu se si do të më ballafaqu me sprovat e jetës kësaj bote. Walhamdulillahi rabbil alamin, Zoti ju shpërblet për dëgjimin.